Kur dëgjojmë fjalën intuit, çfarë na vjen ndërmend? Zakonisht një ndjenje brendshme, apo jo, një lloj shqise e gjashtë, misterioze. Po sikur intuitat ishte diçka shumë më konkrete. Çfarë nëse është thjesht një aftësi jashtëzakonshme e trurit ton për të njohur modele? E po, le t'i hyjmë thellë kësaj çështjeje dhe të zbulojmë se si funksionon vërtet. Dhe shikoni sa bukur e ka përshkruar poeti Robert Graves. Ai e shihte atë si një lloj rruge të shkurtër mendore. Një kërcim përtej asaj logjikës së ftohtë hap pas hapi që ne njohim. Por pyetja mbetet, si ndodh ky kërcim? Çfarë fshihet realisht pas tij? Dhe këtu arrim te pyetja thelbësore. Apo flasim për një aftësi paranormale, diçka që nuk mund ta shpjegojmë? Apo mos ndoshta është thjesht një proces kognitiv tepër i sofistikuar, diçka që mund ta kuptojmë, ta stërvisim e madje edhe ta përmirësojmë? Për t'ju përgjigjur kësaj, le të zhyremi në një histori të vërtetë dhe dramatike. Një histori për një komandant zjarfikësish, ku një vendim i marrë në një fraksion sekonde, i bazuar thjesht në një ndjenjë, shpëtoi jetë njerëzish. Ai vetë ishte i bindur se ishte ESP, pra perceptim jashtëqësor. Mirë, le të kthehemi pas në kohë. Një psikolog me emrin Gary Klein po përpiqej të kuptonte diçka shumë specifike. Si arrin profesionistët si zjarfikësit të marrin vendime jeta-vdekje nën presion të jashtëzakonshëm, dhe që në intervistën e tij të parë, ai hasi në diçka që do t'i ndryshonte gjithë këndvështrimin. Pra, komandanti i tregon Kleinit për një thirrje që dukej krejt rutine, një zjarr i vogël në kuzhinën e një shtëpie. Ekipi hyn brenda, fillon të hedhë ujë nga dhoma e ndenjes, por ndodh diçka shumë e çuditshme. Zjarri në vend të shuaj, thjesht u kthye me më shumë forcë. Në atë moment, komandanti i ran këmbanat e alarmit në kokë, një ndjenjë e thellë që diçka ishte krejtësisht gabim, dhe pa e ditur saktësisht pse, bëri diçka që dukej e pakuptimt, urdhëroi evakuim të menjëhershëm. Të gjithë jashtë, tani. Dhe imagjinoni, vetëm pak sekonda pasi njeriu i fundit doli nga shtëpia, bum, e gjithë dyshemeja e dhomës së ndenjes u shëmb. U zbulua se zjarri vërtet nuk ishte fare në kuzhinë, por në bodrum, pikërisht poshtë këmbëve të tyre. Komandanti ishte i bindur, kjo ishte ESP, një shqise gjashtë na shpëtoi. Por psikologu, Klein, dyshonte se përgjigjja ishte diku tjetër. Klein besonte se çelësi nuk ishte te paranormala, por psikologjia, kështu që ai filloi të gërmonte më thellë, donte të kuptonte se çfarë po ndodhte realisht në mendjen e komandantit në ato momente kritike, përtej asaj etiketës së thjeshtë ESP. Dhe pas shumë pyetjesh, Klein zbuloi diçka të mahnitshme. Doli që truri i komandantit, pa e kuptuar ai vet, po përpunonte 3 të dhona që thjesht nuk përputheshin. E para, uji nuk po bënte asnjë efekt. E dyta, dhoma e ndenjes ishte jashtëzakonisht e nxehtë, shumë më nxehtë se ç'duhej për një zjarr të vogël kuzhine. Dhe e treta, më e çuditshmja, ishte shumë qetësi. Një zjarr aq i nxehtë duhet ishte shumë i zhurmshëm. Pra, këto nuk ishin ndjenja mistike, ishin fakte, të dhëna konkrete. Dhe e ja ku arrim në zemrën e gjithë kësaj. Pra, çfarë është intuita? Nuk është një ndjenje brendshme e paqartë. Sipas Klein, intuita është aftësia e shpejtë e mendjes për të njohur modele të bazuara në një përvojë të thellë. Mendojeni kështu: truri ynë, me kalimin e viteve, ndërton një bibliotekë gjigante me modele dhe situata. Pra, ato sirenat e alarmit në kokën e komandantit, në fakt ishin thjesht truri i tij që po i bërtiste: "Hey, kujdes, të dhënat që po shohim nuk përputhen me asnjë model zjarri kuzhine që kemi në arkivin ton mendor." Ishte thjesht një zbulim i shpejtë i një mospërputhjeje, një anomali, jo një mesazh nga bota tjetër. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me zjarfikësit, sigurisht. Klein e kuptoi këtë dhe e zgjeroi studimin e tij. Ai foli me pilot, me komandanta ushtarak, me infermier në urgjencë dhe zbuloi të njëjtën gjë. Kudo ku ekspertët duhet të marrin vendime kritike në presion, kjo aftësi për të njohur modele është absolutisht thelbësore. Kjo e tregon shumë qartë diferencën. Një fillestar çfarë bën? Ndjek listën e rregullave, manualin, hap pas hapi. Ndërsa një ekspert, ai e skanon situatën. Menjëherë e krahason atë me mijëra skenar të ngjashëm që ka parë më parë. Edhe kështu, arrin të kapë sinjale dhe anomali të vogla, gjëra që një listë kontrolli s'do t'i kapte kurrë. Tani, le të marrim një shembull tjetër shumë të fuqishëm: spitalet.
Dihet që arrestet kardiake të papritura janë jashtëzakonisht rrezikshme, por ajo që vun në re studiuesit ishte se, shpesh, në orët para se të ndodhte arresti, kishte shenja shumë të vogla, delikate, që tregonin se pacienti po përkeqësohej, dhe pikërisht për këtë arsye u krijuan ekipet e reagimit të shpejtë. Dhe tani dëgjoni këtë sepse është e pabesueshme. Infermierëve ju thaj që ta thrisnin ekipin e reagimit të shpejtë, jo vetëm kur parametrat jetësor të pacientit ishin keq, por edhe kur thjesht ndiheshin të shqetësuar për të. Rezultati? Në një studim u zbulua se shqetësimi i infermierit ishte parashikuesi numër 1, që tregonte se një pacient kishte nevojë për ndihmë urgjente, edhe kur të gjitha shifrat në monitor dukeshin normale. Kjo është fuqia e intuitës së një eksperti. Mirë, kjo na çon në një pyetje shumë logjike. Nëse intuita ndërtohet nga përvoja, si mund t'ua mësosh këtë brezave të rinj? Kjo nuk është diçka që mund ta lexosh në një libër shkolle, apo jo? Përgjigja qëndron te mentorimi dhe praktika. Ekspertët përdorin 2 metoda kryesore. E para, ata mendojnë me zë të lartë. Pra, shpjegojnë hap pas hapi se çfarë po mendojnë dhe pse. E dyta, bëjnë pyetje për t'i ndihmuar fillestarët t'i shohin vetë modelet. Qëllimi final, t'i ndihmojnë ata të ndërtojnë dal nga dal bibliotekën e tyre mendore me përvoja. Megjithatë, duhet të bëjmë shumë kujdes. Intuita është një mjet tepër i fuqishëm, por nuk është e pagabueshme. Absolutisht jo. Në fakt, ajo mund të na çojë në drejtimin krejtësisht të gabuar, nëse nuk jemi të vetëdijshëm për kurthet e saj. Ka disa kurthe kryesore. Për shembull, paragjykimet tona personale mund të na e mjegullojnë gjykimin, ose mund të përdorim analogjin nga e kaluara që nuk vlejnë më sot. Modelet tona mendore mund të jenë thjesht të vjetruara, dhe sigurisht, ndonjëherë situata është kaq e komplikuar ose kaq e re, saqë biblioteka jone e përvojave thjesht nuk ka asgjë për ta krahasuar. Ja një shembull klasik i një modeli mendor të vjetruar. Për vite me radhë, në vitet 80 dhe 90, kompanitë e teknologjisë përdornin një rregull të thjeshtë për të parashikuar sa shpejt do shitej një produkt i ri, shihnin sa shpejt ishin shitur videokasetat. Pra, VCR-ët. Për sa kohë, ky model funksionoi, por pastaj erdhi interneti. Teknologjia e re filloi të përhapej me një shpejtësi marramendëse, dhe ai rregull i vjetër u bë totalisht i pavlefshëm, madje i rrezikshëm, sepse çonte në parashikime krejtësisht gabuara. Atëherë, cila është zgjidhja? Ta injorojmë fare intuitën? Sigurisht që jo. Zgjidhja është ta balancojmë, ta përdorim intuitën, por edhe ta verifikojmë, të krijojmë një partneritet të fuqishëm mes asaj ndjenjes së brendshme dhe analizës së ftohtë, logjike. Studiuesi Carl Weick sugjeron një proces shumë praktik me 5 hapa, sidomos kur punon në ekip. E para, thuaj, ja si e shohun situatën. E dyta, ja çfarë mendoj se duhet të bëjmë. Hapi i tretë, shumë i rëndësishëm, ja pse mendoj kështu. E katërta, ja çfarë duhet të mbajmë në vëzhgim për të parë nëse jemi në rrugën e duhur. Dhe e pesta, ndoshta më thelbësorja, tani, më jepni mendimin tuaj, më sfidoni. Pra, ideja kryesore është kjo. Përdor analizën për të kontrolluar intuitën, por përdor edhe intuitën për të sfiduar supozimet që fshihen pas analizës. Përdor analizën për të hetuar më thellë kur intuita të thotë, prit, diçka nuk shkon. Kur këto dy forca punojnë së bashku, atëherë kemi një qasje vërtet të fuqishme dhe të balancuar për të marrë vendime. Pra, në fund të ditës, intuita nuk është magji. Është biblioteka e përvojave tona, një bibliotekë që e pasurojmë çdo ditë. Kështu që pyetja me të cilën po e mbyllim është kjo: çfarë përvoje të re do të ndërtojmë nesër? Çfarë do t'i shtojmë kësaj biblioteke mendore duke filluar që sot?